Netsuscom përfaqëson një histori suksesi në silladhjen e këtij lloji shërbimi, që solli epoka e re e inovacionit modern edhe në Shqipëri. Por ndryshe nga operimi në terrenet populluara urbane të shumë kompanive, kjo platformë mori guximin për ta dërguar mobilimin urban të komunikimit në zona të thella rurale, ndaj kjo e bën të veçantë në këtë lloj tregu, mbase në gjithë Shqipërinë. Kur e numërohen plot 20 vite shërbim, memoria rikthehet pas në vitet 60 të shekullit kaluar, kur dhe daton origjina e internetit global, e që lidhet me hulumtimin e organizuar nga Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar rrjete kompjuterike të fuqishme për komunikim me tolerancë defekteve. Lidhja e rrjeteve komerciale dhe ndërmarrjeve nga fillimit e viteve 1990 shënon fillimin e tranzicionit në internetin modern, i cili gjeneroi një rritje qëndrueshme eksponenciale, duke parë që gjeneratat e kompjuterëve institucional, personal dhe telefonat u lidhen në rrjet. Interneti që ne e njohim dhe e përdorim në jetën e përditshme u bë publik më 30 prill të vitit 1993. Në Shqipëri ka qenë viti 1989, kur në Universitetin e Tiranës ndodhi një ngjarje historike. Katedra e Informatikës në Tiranë realizoi një lidhje me Universitetin e Pizës në Itali. Ishte i pari hap eksperimental që e prezantoi Shqipërinë me revolucionin e internetit. Megjithatë, interneti komercial në Shqipëri ta nisë rrugtimin vetëm në vitin 1995, pa një serveri të instaluar nga shoqëria Infosoft, por që përfaqësonte një formë elementare të lidhjes. Mesazhet drejt rrjetit grumbulloshin të gjitha dhe dërgoheshin me intervale të caktuara drejt Italisë, prej nga më pas bëhej shpërndarja përfundimtare. Shpërndarja masive e shërbimit nisi vetëm pas vitit 97. Fillimisht disa operatorë privat e më pas Alp Telekom përmes shërbimit dial-up ofronin shërbim interneti në banesa dhe zyra. Internet kafeja e parë në Shqipëri është hapur në vitin 1999 me tarifa mjaft larta. Gjatë viteve në vazhdim, internet kafet do të ishin ndër bizneset më në modë. Numri i tyre u rrit dhe tarifat gradualisht u ulën ndjeshëm. Por deri në vitin 2005 përhapja e internetit ishte shumë modeste. Atë e përdorin më pak se 5% të shqiptarëve, shumica në internet kafe. Pikërisht këto vite, ose më saktë në vitin 2006 në qytetin e Lezhës, mbase në mënyrë simbiotike, ashtu si gazeta e parë shqiptare e pavarur Koha Jon, lindi edhe një foshë një re ndërlidhje me botën moderne, Netsuscom. Lindi ashtu thjesht, pa zhëmnaj, me akses të kufizuar vetëm në salla interneti, ose siç quheshin ato vite si internet kafe, me vështirësi por me pak skepticizëm për shkak të mungesës së informacionit për teknologjinë, epja për të futur në tregun e komunikimit ishte gati si një lojë nervash në një horizont me kode të vështira për të zbërthyer, sidomos siguria për të ardhmen. Mendoni shpërndarjet e para me protokolle valore wireless nëpërmjet antenave dhe access pointeve, ku ekipi i përkushtuar i kompanisë Netsuscom arriti të ndërtonte me 10 kulla të larta nëpër zonat e Lezhës, Velipojës dhe fshatrave përreth, shpeshherë se të ishin duke mbart gurin e Sizifit mbi shtëpinë Majmaleve. Megjithatë, Netsuscom nuk bëri pas. Në vitin 2012, kompania ndërton disa kulla në zonën e Mirditës dhe përreth. Ngulja dhe rritja e kapacitetit njohës të teknologjisë filloi të jap frytet e shpejta, sisoj duke hedhur hapin e madh që lidhet me ndërtimin e rrjetit të parë me fibra optike në vitin 2017 në segmentin Lezhë-Shëngjin. Kjo ishte edhe si një indicie për zgjerim të rrjetit, shërbim më cilësor për klientët në fushën e biznesit, por dhe atë familjar duke parë kërkesën dhe ecjen e çmendër që po merrte teknologjia. Netsuscom e ktheu në kauz të fortë që të gjithë klientët shërbimin ta merrin me fjalën e fundit të kësaj teknologjie, që është fibra optike. Lezhë me gjithë fshatrat u kompletuan me fibra optike, pastaj në vitin 2012 vazhdoi shtrirja në të gjitha zonat e Mirditës, cep me cep, deri në fshatin Moskajor të Fanit. Hapat vazhduan step by step, pa u ndalur me zonën e Fusharsit dhe të Pulës. Duke marrë shkas nga kërkesat e vazhdueshme në vitin 2022, kompania u zgjerua me rrjet me fibra optike edhe në zonën Laç-Milot. Qindra kilometra u përshkruan edhe në zonat më të larta me fibra optike dhe teknologji moderne, si në pallatet mes qyteteve apo dhe shtëpie kulla në fshatrat malore. Sot flasim për një Netsuscom që mbulon me shërbim cilësor 100% fibra optike rreth 200 km backbone, duke përfshirë zonat e Lezhës, Milot Laç, Rubik-Rëshen, Reps, Fan, Pushars, Puk dhe vlen për të theksuar aksesi për zonat bregdetare, Patok, Tale dhe Shëngjin, me synimin projektiv për ta lidhur në të ardhmen me bregdetin e Velipojës. Sot, Netsuscom flet me fjalën e fundit të teknologjisë avangard, me shërbimin më cilësor dhe të shpejt për klientët biznes dhe familjar. Ndërkohë që tashmë
Ndërmjet një shumësie kanalesh mediatik kreativ, ka dhe kanalin e vet mediatik Agrolis TV, një emër domethënës në histori që lidhet me zanafillën e qytetit antik të Lisusit. Në pak kohë, ky produkt i Netsus.com po futet në radhën e mediave serioze në shërbim të publikut të zonave tona, por dhe për shikuesin bar kombëtar. Netsus.com e feson 20 vjetorin me krenarinë e traditës nga Alodet. Alodet, po çu bëre kaq kohë? Ja sa po rregullova linjën e Malasit. Prit ta provoj një herë. Deri tek supershpejtësia përmes fibrës optike, udhëhequr me hapat sigurt nga sipërmarrësi i saj energjik, Deda i sotëm. Gjithmonë i lidhur, gjithmonë Netsus.com.